إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ndërruar vëllezër, në fillim të kësaj ligjërate shfrytëzojmë rastin dhe lutim dhe falenderojmë Allahun e madhruar për mirësitë, dhëmtitë, begatitë që na ka dhuruar. Falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun e madhruar që na ka bërë pjesëtar të fesë islame, i cila është e vetme e pranuar. Falenderojmë Allahun e madhruar për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si profet që na ka dërguar. Falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun e madhruar për Islamin, për imanin, për Kur'anin që na ka zbritur dhe që na ka dhuruar. Pastaj që zëm rastin dhe lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na bën të sinqert, të na bën pasues të pejgamberit alayhis salam, të na shton deturinë e dobishme, të na mbron prej detyrisë që s'ka dobi, prej zemrës që s'friksohet, prej shpirtit që nuk ngopet, prej duas që nuk pranohet. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na bashkon në Jannatul Firdaus me pejgamberët, me dietarët, me njerëz të mirë, me shahidët, ashtu siç na ka bashkuar dhe na ka përbuar në këtë xhami. Nëse të ndëruar, vazhdojmë me ciklin e ligjëratave, me vargun e ligjëratave që kemi fillu, pra që ka të bëjë me sahabët, me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E filluam me Abu Bekr as-Siddiq dhe pastaj vazhdojmë me ngjarjen, historinë dhe biografinë e Omer ibn al-Khattabit radiyallahu anhum ajma'in. Pasi që kemi thënë se këto ligjërata, këto derse nuk janë vetëm me tregu historinë dhe me mësune, me pasën informata se kështu ka qenë jeta e tij, kështu ka qenë jeta e tjetrit sahabe. Qëllimi i këtyre ligjëratave është vëllezër që të marrim në mësim, që ne të marrim ibret, që ne të mësojmë nga këto njerëz të cilët kanë qenë vëllezër të suksesshëm. Ishin të lumtur vëllezër në jetën e kësaj bote, ishin të lumtur domethënë kur ishin me Islamin, kur e pranuan Islamin, jetuan të lumtur dhe vdisën si musliman dhe fituan gradat e larta në Jannatul Firdaus. Dhe ne duhet të kemi shembull këto njerëz. Dhe Omer radiallahu anhu ishte shembulli më i mirë. Dhe ne duhet të ndjekim këto njerëz dhe për këtë arsye këto ligjërata, domethënë nuk do të flasim vetëm si histori, por gjithashtu do të marrim mësim nga çdo ngjarje që ka ndodhur me Omerin edhe me sahabët radiallahu anhu, do të tregojmë ndonjë dobi dhe do të nxjerrim ndonjë të mirë që ne të përfitojmë, pastaj që edhe ne të bëhemi sikur këta, sepse sikur që thash, këto janë njerëzit e suksesshëm. Prandaj edhe njëri prej shkencëtarëve, domethënë Qafira, i cili e ka shti prej, domethënë edhe Omer radiallahu anhu, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë parin, edhe Omer radiallahu anhu e ka fut në librin e tij që është të njerëzve më me ndikim gjatë historisë. E kush është Omer ibn al-Khattab? Emri i tij është Omer ibn al-Khattab dhe takohet prejardhja e Omerit radiallahu anhu me prejardhjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam tek gjyshi i katërt. Kab ibn Luhej e kanë pas gjyshin e përbashkët. Pra brezi i katërt e na se thonë, është domethënë kushërin në brez të katërt me
pejgamberi sa bashkë me Omerin radhiyallahu anhu, novka e tij apo domethënë llagapet e tij ishin disa prej llagapeve pra Emirul Mu'minin, u quajt pasi që u bë khalife e kanë quajtur Emirul Mu'minin, sepse Omer Abu Bekr radhiyallahu anhu ishte khalifet Rasulillah, ishte khalife e quajshin Abu Bekrin. Prandaj edhe tek varezët, ata që kanë shkuë me i dhonë selam pejgamberit alayhis salam, kanë thonë assalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alaikum ya khalifet Rasulillah, pra për Abu Bekr as-Siddiq, edhe kurse për Omer assalamu alejke ya Emirul Mu'minin. Emirul Mu'minin, pra Omer radhiyallahu anhu është i pari që është quajtur me Emirul Mu'minin, emiri i udhëheqësi i besimtarëve. Gjithashtu e kanë quajtur Omer radhiyallahu anhu Faruq, i cili e ndan të vërtetën prej të pavërtetës, dallues, e dallon, e bën të qartë hakin prej batilit. Pra, kur e ka pas vërtetën, s'ka pas mundësi batilit, më thonë, me i nejt për balë, sepse kjo e ka nda të vërtetën prej të pavërtetës, edhe me këtë nufk e ka quajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rastin kur del edhe e tregon Islamin haptazi që kemi me tregue rastin në vijim. Gjithashtu dhe prej novkave që e kanë quajtur Ebu Hafs, më thonë ka dy mendime se Hafsa e ka vajza e tij emrin, gjithashtu thonë se ka ndodhur në luftën e Uhudit, kur kanë ardhur mushrikët e Mekës për të luftuar në luftën e Falit Bedrit, kanë ardhur janë takuar me muslimanët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, do t'ju vën Abasi, minxha jem. Sot nëse e shifni, thot mos e mbytni. Omer radhiyallahu anhu subhanallah ka qenë një shumë i sinqert, s'ka fol mas shmine. Ka thonë, ja Rasulullah, a ti vrasim ne, më thonë, të afërmit tanë, ti vrasim kusherit e tanë, e talon Abasin minxhën tanë, kur ta takojmë në luftë? Thot, o Omer, thot. Edhe e qunë, ja Eba Hafs, e këtu e qunë, se Hafs dhe më thonë Luan, o Luan. E dim që e luan, alhamdulillah, Allah ka bo luan, thot. Po thot, dije, thot, se Abazi ka ardhë i detyruar, mukrahan, nuk ka ardhë me dëshirë që ta lufton Islamin edhe musliman. I ka tregu Allahu azza wa jall. Dhe kjo është shkaku se e ka qujtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Luan, Eba Hafs, prej kunjave, e ka pas emrin, prej lufkave, ka pas emrin Ebu Hafs. Omer radhiyallahu anhu ka lind në vitin e 13 të elefantit, të vitit e elefantit. Pra 13 vjet mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i ka ardhur shpallja Muhamedit alaihi salam. Muhamedi alaihi salam ka pas 40 vjet, kurse Omeri ka pas 27 vjet. Ka qenë i ri. Çfarë ishin karakteristikat e tij, domethënë fizike? Ai ishte pra i bardh, me faqe të kuqe, hundën e kishte drejt, fyte në vaj, domethënë sytë e bukur, ishte i bukur në pamje, mekën e madhe dhe ishte qelë. To Shqipërisë thënë tullac, ishte qelë. Ishte i bukur, ishte i pashëm, shtat madh, me muskulor, me muskuj ishte. Dhe ishte i gatë. Thënë sahabët e kur i kena pa, kena menu se është i hipur apëton, për kena po pilak, është i hipur në më thonë një kafshë, ka qenë i madhë, ka qenë i fortë, edhe i fortë ka qenë në mundje. Thotë, sahabët thonë, ai ishte orator, edhe kur fliste shumë qartë, aman edhe kur godiste, shkakton të dhimbje. Kur godiste, shkakton të dhimbje. Ka qenë një filozof në kohën e Omerit Khalife Kërëbë, i ka komentuar ajetet me mendjen e vet. Omer radhiyallahu anhu ka thonë, thirrman jat. Ata kanë thonë, hajde këtë ajet, ai kanë komentuar sipas mendjes vet, është tallë ajet. Edhe e kanë thirrat, edhe kanë thonë, çka i bëon ti? Thotë unë kështu i komentoj ajetet sipas mendjes vet. Edhe me shkopja kanë shkuar kria dhe pastaj e ka largu prej vendit vet. Pasi ka vdekur Omer radhiyallahu anhu, kanë shkuar njerëzit, hajde ka thonë ato ajetet përsëri. Thotë vallahi Omerin ka dhënë një mësim, ka thonë kur mos e harroj. Nuk asnjëherë nuk e harroj. Edhe mas drekës s'ka gjuar me utal me fjalët e Allahut azza wa jall.
Omeri vëllezër ishte çoban, ishte bari. Dhe ai vetë e tregon këtë pasi që u bë halife, një ditë kish mendu për veten e vet, edhe kish fillu ta pëlqej veten. Dhe ka dashur që ta luftojë vetë pëlqimin me shokët e tij, ka qenë shumë i sinqert, shumë transparent. Dhe ka hip në hutbe edhe ka thonë: "O ju njerëz, më kujtohet kur isha i ri dhe kujdesesha për devët e tezëve të mia. Dhe ata thot me ishin një grusht me hurma apo një grusht me rusht të thot, që me këto thot të në ditën, më thonë, ushqehesh aftë. Më dhe ka rujtë dhejnë të tezëve vetë për një grusht hurma apo për një grusht të thot. Thot, pasi që zbriti Omeri prej Bigberit, dhe zër, Abdurrahman ibn Aufi i tha: "O Omer, radiallahu anhu, thot ti thot e bone këtë prej modestisë." Thot Omeri radiallahu anhu: "Mirë për ti o Abdurrahman, unë thot një ditë isha duke qëndru të shtëpia ime, thot, edhe fillova të mendoj thot për veten time, thot. Unë kush jam, kush është sikur ti o Omer, ti je halife, e ke shtirue filan vendin, prej lindjen perëndim, Islami u përhap, ti je halife i muslimanëve, edhe e pashta se filloj të më merr vetë pëlqimin. Dhe dashta thot të tregoj se kush isha unë isha një bari që ta mposhti veten time, vëllazër. Sepse vetë pëlqimi, vëllazër, është një sëmundje e rëndë, e keqe, shkatron veprat e mira, vëllazër. Në rast tjetër, vëllazër, ka ndodhur njësoj në hutbe, e ka pasë, ka qenë shumë orator. Omer ka ditë me lexu, me shkruajt, ka qenë shumë orator, vëllazër. Dhe ka marrë një hutbe shumë bukur, shumë mirë, edhe ka hyrë në hutbe dhe ka thonë: "A keni pa thot, o vëllezërit e mi se sa mirë ligjerova javën e kaluar." I thënë sahabët: "Ittaqilla ya emirul mu'minin." Ki frikë Allahut o emiri besimtarëve, thot. Thot Omer radiallahu anhu, thot dashta thot që ta luftoj vetë pëlqimin bashkë me juve, thot. Se e parë thot se e pëlqeva vetën, i thash vetes sa mirë keni gjeruar. Se shetoni, vëllezër, është haris, është i kujdesshëm te secili prej neve vjen atë. Dhe ne du të luftojmë vetë pëlqimin. Nëse Allah të ka dhënë ndonjë post, të ka dhënë një pasuri, të ka dhënë pozit, je bo hafiz i Kur'anit, je bo hoq, dietar, pa parasysh, edhe të vjen vetë pëlqimi, ja thon, thuj vetes, kujtoja vetes fillimin, prej çka të krijoi Allahu Azza wa Jall, për një pikë ujë. Ishe i vogël, kishe nevojë për nanën që të kujdeset për ti me të ndru pampërsa. Andaj gjithmonë luftoje vetën tënde nëse të vjen vetë pëlqimi, se kjo se ti shkon vëllazër. E besimtari e lufton vetë pëlqimin. Dhe kështu Omer radiallahu anhu e kishte këtë cilësi, edhe e luftonte bashkë me shokët e tij, e luftonte vetë pëlqimin. Gjithashtu vëllazër, Omer radiallahu anhu ishte i fortë në mundje. Ishte i fortë në mundje dhe ishte i mirë në kalorim. Ishte kalorës i mirë. Ai lexonte, dinte me lexu, dinte me shkru, ishte orator, eloquent, shumë mirë, do të thonë, shprehej në gjuhën arabe. Pra ai ishte ambasadori i arabëve, kishte një pozitë shumë të lartë. Kishte një pozitë vëllazër shumë të lartë tek mesi i kurejshitëve. Edhe pse ishte i ri në moshë, mirë po Omer radiallahu anhu vëllazër kishte dëshim mushrikët e Mekës. E kur kishin mos marrëveshje kurejshitët me arab tjerë, kishin luftonin, e dërgoshin Omerin si delegacion, dhe Omeri ishte ambasador dhe bënte marrëveshje për atë luftë që apo mos marrëveshje në pas mesin e tyre. Gjithashtu Omer radiallahu anhu i ka pajtuar, i ka pleqshnu njerëzit që kanë pas mos marrëveshje, që janë vrarë për tokë, sikur që të njerë që ndodh, ka shkuar edhe i ka pleqshnu edhe i ka bashku. Pra i ka ndash Omer radiallahu anhu. Gjithashtu ka qenë tregtar. Omer radiallahu ka qenë tregtar, ka bërë tregti në verës, ka shkuar në Sham, në Palestinë, Siri, atje, dhe dimnit ka shkuar në Yemen. Dhe ishte tregtar i aftë që arriti të bëhet prej pasunikëve të mëdhenj në rangën e Abu Bekrit dhe në rangën e Osmanit radiallahu anhum. Edhe Omer ishte pasunik, mirë po vëllezër, pasuninë që e kishin ata nuk e kishin në zemër.
Dhe këtu do të përfitojmë se ata me edhe pse ishin pasurin, ata pasurin e shpenzoshin të gjithë në rrugë të Allahut Azza wa Jall. Edhe këtu e shpenzojmë rastin që ata që janë tregtar të shpenzojnë pasurinë e tyre që të japin në rrugë të Allahut, aty që Allah i ka dhënë, me ndihmu dinin e Allahut, me ndihmu fenë e Allahut, sepse me pasuri vëllezër fitohet xheneti. Omer radhiyallahu anhu ishte tregtar dhe për tregtar pejgamberi sa ka thonë për tregtar që nuk janë të sinqertë, at-tujaru yub'athuna yawm al-qiyamati fujara. Tregtarët kanë mungjall ditën e gjykimit të ringjallën njerëzit këshill, illa men ittaqa, përveç ai që është i sinqert. Përveç ai që është i sinqert, domethënë ka marrë ngjall tek Allahu i mirë. E kështu domethënë Omer radhiyallahu anhu ishte tregtar. Omer radhiyallahu anhu vëllezër ishte në xahiliet shumë i ashpër kundër muslimanëve. Ai ishte i sinqert në adhurimin e idhujve. I donte idhujt, i adhuronte idhujt, edhe ishte, domethënë, e pinte edhe alkoholin, vëllezër. Mirë po, kur u bo në islam, u bo njeri më i mirë, Omer radhiyallahu anhu. Prandaj pejgamberi sa ka thonë, khiyarukum fil jahiliye, khiyarukum fil islam. Ai që është më i zgjedhur në jahilet, në ignorancë, është më i zgjedhur në islam, idha faqihu, nëse e kuptojnë fenë, nëse e mëson fenë. Pra kjo është qëllimi, vëllezër, sepse disa thonë se ne kemi qenë të zgjedhur në jahilet, edhe jemi të zgjedhur në islam, mirë po dështojnë sepse ata nuk e kanë mësuar fenë, nuk kanë vazhduar të mësojnë, të lexojnë, të prezantojnë nëpër ligjërata, të lexojnë libra, të lexojnë nëpër mektebe ku mësohet feja. Se pejgamberi ai ka thonë të zgjedhur ata në jahilet, ama edhe në islam janë të zgjedhur nëse e kuptojnë dinin. Idha faqihu me këtë kush vëllezër. Omer radhiyallahu anhu ka kërkuar dituri deri kur ka ndru jetë, ka mësuar Kur'anin përmend për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, u bë hafiz i Kur'anit. Edhe sahabët të tjerë kërkojshin dituri, lifshin dituri, edhe e praktikojshin vetë dhe pastaj i thirrshin të tjerët dhe atë që e mëson. Edhe Omer ishte i ashpër në jahilet, ama edhe në islam u bë më i pari të gjithë sahabët që e kishin pranuar para Omerit islamin, Omeri ja i kaloi të gjithëve dhe u bë i pari në islam. Dhe prandaj Omeri për shkak se e kishte shijuar jahiletin, vëllezër, e ka thonë në një fjalë ka thonë. Yunqadu ura al-islami urwatan urwa. Thot kam u kput islami, do të kput islami, domethënë hallk pas hallkës, kur njerëzit kanë me urit në islam edhe nuk e njohin jahiletin. Omeri ka njoft edhe ka përjetuar jahiletin. La nëse ka njoft, po e ka përjetuar jahiletin. Edhe ne duhet me lexuar disa libra që të shohim se si kanë qenë mushrikët e Mekës në jahilet, që të marrim mësim që ne mos të devijojmë, sepse ai që e ka shijuar të keqen nuk kthehet më tek e keqja. Gjithashtu do të transmetohet se Omer radhiyallahu anhu, nuk po kjo është daif, është maudu, dhe ata thonë është maudu, është trillume. Se Omer radhiyallahu anhu vajzën e vet e ka shtitë të gjallë në tokë. Ju bëkit transmetim dhe është maudu, është i trillume. Omer radhiyallahu anhu nuk ka bëhe, edhe pse ka qenë domethënë ka adhuruesi i idhujve, mirë po asnjëherë nuk e ka bë Omer radhiyallahu anhu këtë vepër. Para se të pranonte Omeri islamin, sikur që thamë, ishte shumë i ashpër ndaj muslimanëve. I torturonte, i rrefte, i shkonte pejgamberit alayhis salam mbrapa dhe kanë shifte dunet me pejgamberin alayhis salam, shkonte edhe e torturonte, e maltretonte dhe rrifte. Ka qenë shumë i ashpër, për më të ashpër ndaj muslimanëve, sepse ka qenë i sinqert. Ai ka menduar se është të vërtetë, sepse mushrikët e Mekës vëllezër kanë qenë ata që janë kujdes për Qabën. Dhe kur kanë ardhur haxhilerët, Omer radhiyallahu anhu ka pritur të mirë, e ka pas përfitime për haxhilerëve. Edhe s'ka dashur që ta humbe reputacionin Qabës, dhe për këtë arsye ai ka thonë se Muhamedi alayhis salam, i kanë thonë se Muhamedi alayhis salam i përçon njerëzit, bën përçarje, ndon gruën prej burrit, babën prej djalit, djalin prej shokut, e kështu me radhë, ndon të afërmit. Dhe për këtë arsye Omer ka qenë i sinqert, çashtu e ka ditë dinin, edhe ka luftuar. Edhe ka luftuar muslimanët, i ka rreh. Njëherë thot, ishte duke e rreth Omer radhiyallahu anhu një shërbetor e vet. Me kamçik. Derisa u lof, edhe i thot shërbëtorës, a nuk e shef thot se
Pse nuk kthehesh në fenë e të parëve tanë, thotë, pse e ke kap fenë e Muhamedit? Ajo thotë, o Omer, a e shesën që të ka bo Allahu ti, edhe kjo i prek në zemër, kjo fjallat. Omerit radiallahu anhu. E si ishte vëzër pranimi i islamit Omerit radiallahu anhu? Vëzër të dëruar, para se e pranoj Omerit islamin, ka ndodhë disa ngjarje. E para ishte vëzër, Muhamedi Rasul ka bo dua. Thot, një dit ishte duke hecë Omerit radiallahu anhu bashkë me Ebu Gjehli. Ato hedhëshin bashkë, konsultoheshin se si të ndalin Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem prej kësaj thirrje. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i po Omerin edhe Ebu Gjehlin. Edhe i nditi durt edhe boni dua, Allahumma a'izza al-islama bi had al-Omerejni. O Allah, bëje krenar islamin, mbështet e islamin, ndihmoje islamin me njërin prej këtyre dy Omerave. Omer ibn Khattab ose Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham se ishte Ebu Gjehli. Pejgamberi sa e boni këtë dua, me një transmetim tha, o Allah, ndihmoje islamin me njërin prej tyre që ti e don më së shumti. Që ti e don më së shumti. Dhe Allahu azza wa jall e dashti Omerin radiallahu anhu edhe e udhëzoi. Prandaj vëllezër, nëse shohim ne, nëse kemi familje tonë, ndonjë prej baballarëve tonë që është nuk beson, ose nana se fal namazin, motra nuk është e mbulume, vllave nuk fal namaz, nuk është ndëgjueshëm. Mas pari shkoj me boll vëllezër, ço natën namaz natë. Në pjesën e tretë të natës të fundit të natës bën dua, lut Allahun, kur Allahu azza wa jall zbret në qiellin, domethënë e parë të tokës, e thot a ka kush më lutet. Lut Allahun sinqerisht, se vallahi ve billahi Allahu ka më ta udhëzuar. Mas pari, mos shkot ti bësh davet, mas pari lut Allahun azza wa jall. E po thot pejgamberi sa mi ka pranuar duaja. Wallahi, çfarë se kemi pejgamberin sa, po i kemi hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe ne duhet me lut Allah me bëu dua për familjarët, për vllazët, për kushërinë tonë që Allahu t'i udhëzoje. Me përdor duan, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përdor duan edhe alhamdulillah Allahu e ka udhëzuar Omerin radhiyallahu anhum. Gjithashtu vëllazër tregon Ummi Abdullah prej shkaqeve se e ka pranuar Omeri radhiyallahu anhu islamin është duke bë hijret vëllazër Omeri radhiyallahu Ummi Abdullah, se pejgamberi asam kishte urdhënuar me shku në Abisini. Të gjithë ata që ka pranuar islamin, pejgamberi sa thonë shkojnë në Abisini sepse aty është, domethënë një mbret i cili është i mirë, edhe aty mundin të adhuroni Allahun azza wa jall në liri. Edhe Ummi Abdullah duke shku rrugës e takon Omeri radhiyallahu anhu. Thot, ku je duke shku, o Ummi Abdullah? Thot, vallahi ja Omer, thot, ju thot, na keni torturu, na keni maltretu, na keni persekutu, na keni bo zullum, na keni rre, nuk na liri rahat me adhuru Allahun në Mekë, prandaj kemi marrë thot rrugën për me shku thot me një vend që të adhurojmë Allahun azza wa jall në rahati. Thot Ummi Abdullah, kur ja thash këto fjalë, Omeri ju druftira. Nisë jam tonë në zemrën e ti jam tonë me pas rahmet, mëshirë. Ju ndru ftina Omer radiallahu anhu. E këtu shivet mëshira Omer. Edhe Ummi Abdullah e sheh se Omer radiallahu anhu ka musliman. Edhe vëllezër shkon te buri vet. Ai i thot, o buri jam, vallahi do të kuja thash këto fjalë Omerit ju ndru ftina. Domethënë e por se jeni shumë keq për neve. Ka pas mëshirë vëllezër. Thot buri vetë, vallahi thot kisha besu se gomari i Omerit bëhet musliman, ama asnjëherë kisha besu se Omeri radiallahu anhu bëhet musliman. Dhe më thonë i ashtë përse ka qenë dhe muslimanve, shumë i ka torturu edhe i ka maltretuar musliman, thot vallahi sigur të kishe thonë se gomari i Omerit ka pranuar islamin, kisha besu, ama se Omeri pranuar islamin asnjëherë s'besoj. Mirë po, Omeri radiallahu anhu kishte mëshirë. Dhe Allahu azza wa jalla i udhëzon njerëzit e mëshirshëm. Kjo është dallimi. Allahu i shikon në zemrat, vëllezër musliman. Allahu i shikon në zemrat tona. Allahu të udhëzon për shkak të zemrës së mirë që e ke. Njëri prej sahabëve ka thënë: "Ja Rasulullah, unë do të kam bëu vepra të mira në xahilet." Pejgamberi alayhis salam i thot: "Aslamta ala ma aslafta min khair." Udhëzove thot
për shkak se ti thot ke bo vepra të mira. Omeri kishte mëshirë, edhe për shkak të mëshirës që kishte Allah i udhëzoi. Kurse Abu Jahli nuk kishte mëshirë, nuk ishte i sinqert, ishte zemër prishur. E Allahu Azza wa Jalla nuk i udhëzon ata njerëz të cilët janë zemër prishur. I ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Allahu thot nëse shef në zemrat tua, kjo është ajet kuranor, nëse shef Allahu në zemrat tuaja khair, Allahu ua jep juve khairin, ua jep të mirën. E kjo është shkaku pse Allahu e udhëzoi Omerin radiallahu anhu dhe është shkaku i udhëzimit të muslimanit që pse Allahu i ka udhëzuar për shkak se Allahu ka thonë zemrat e tona khair, edhe Allahu na ka dhënë khairin dhe ne e lutim Allahun azza wa jalla se deri në fund të jemi në këtë khair. Bismillah. Rasti i tretë vëzër, arsyeja pse Omeri e pranoi Islamin ishte ka ndodhur një ngjarje. Ka ndodhur një ngjarje dhe ditë 15 apo një muaj para se mu shpall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Omeri radiallahu anhu kur u bë khalife ishte ulur në xhamin e pejgamberit alayhis salam. Ibn Omeri, djali i Omerit thot për Omerin thot, sa herë që Omeri radiallahu anhu ka thonë për diçka se filoni ka qenë kështu ose ashtu siç ka thonë Omeri ka ndodhur. Thot kaloi një njeri pranë xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Omeri tha, ky person në xahiliet ka qenë falltor. Në ignorancë ka qenë falltor. Thot nuk e di, a e ka pranuar Islamin apo vazhdon të jetë falltor? Ka bashkëpunuar me xhin. Ka qenë sirbas. Thot firmani atë personit, edhe e thrasin. Edhe kur vjen te Omeri radiallahu anhu i thot, a e ke pranuar Islamin apo vazhdon të jesh falltor? Thot ja Emir el-Mu'minin, leni ato muhabete pse po thot më tregon këto gjëra thot. Unë thot jam bo musliman, unë i kam haruar ato gjëra. Thot Omeri tregoj thot kur ke qenë fallxor, thot tregosh atë ngjarje që ka ndodhur. Thot ja Emir el-Mu'minin thot unë thot nuk kam dëshirë të tregoj atë xahiletin. Omer radiallahu anhu thot, vallahi thot, unë isha edhe ma kesh, ishim ma kesh thot ne. Ne adhuroshim idhujt, ne i dëshim idhujt, i bëjshim shirkë Allahut azza wa jall. Mirë po vëllezër, këtu është një mesele. Nëse tregon xahiletin, e tregon ignorancën, me qëllim që të marrësh mësim, edhe ta urrejsh atë keqen, çka ke qenë përpara, alhamdulillah Allahu të ka dhënë shash Islamin, kjo është në rregull, lejohet me kallëzu, për ibret, për mësim. Por nëse e tregon xahiletin, ignorancën, thuj kam qenë kështu edhe krenohesh, kjo është haram, kjo nuk lejohet. Prandaj Omeri thot trego thot për me marr mësim, se me të vërtetë këtu do ta mësojmë një meselë tre. Thot pasi më detyrove po e tregoj thot. Thot një muaj para se marr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para se me thënë fjalën la ilaha illa Allah, thot unë isha në treg. Dhe thot më erdhi thot xhini me të cilin bashkëpunoja. Gjini femër, kështu ka ardhur në transmetim. Edhe thot më erdhi edhe më tha, këto fjalë i ka thënë. Alam tara ila al-jinni wa iblasiha. A nuk i shef gjinët edhe iblisat? Wa iyasiha min diniha. A nuk i shef se ata janë demoralizuar, janë dëshpëruar shumë, sepse nuk vinë më lajmet prej qiellit, nuk kanë mundësi me shku me marr lajme prej qiellit, janë dëshpëruar gjinë. Pra asni në atë kohën e periudhën ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka zbrit shpallja, nuk kanë pas mundësi me hip lart me marr lajme prej me lajkeve gjint. Allahu s'e ka mundsu në atë periudhë, përderisa ka qenë shpallja. Edhe të gjithë fallxorët në atë zaman, thot Ibn Ishaqi, e kanë ditë këtë gjënë, se i kanë treguar gjint, s'ka pas lajme të reja, se kanë marr lajme prej me lajkeve, edhe një të vërtetë thojnë 99 më thonë 100, më thonë 99 rejna, vetëm një e thonë të vërtetë. E thot gjintët janë të shpru dhe thot kanë shku, thot i kanë pasu devët edhe barit. Pra shkojnë të barit kanë shku gjintët. S'kanë mundësi me marrë lajme lartë për qiellit. Kjo është argument se i ka zbritën shpallja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Omeri falni e tregon rastin.
Thot unë isha duke flet tek idhujt. I ka dashur shumë. Omer edhe idhujt. Isha duke fletur tek idhujt, thot bashkë me do shok, duke pushu, edhe erdh njëri edhe e preju një viç e preju. Edhe pas duke e prej viçit, thot prej brendësisë së viçit, prej diafragmës dul një zon. Edhe të gjithë e kena dëgjuar, ai zon ishte i trishtueshëm, zon i vrasht, i ashpër një zon, thot. Viçi e nxjerrë duke e therr. Edhe tha, çka tha? Ja dherih, o ti keqbërës i trimëruar. Domethënë i drejtohet mushrikëve të Mekës që bëjnë keq, ata edhe trima ata. I adhurojnë idhujt. O ti keqbërës i trimëruar, emrun najih, thot ja ku është suksesi, ja ku është shpëtimi, ja ku është fitoria. Rajulun fasih, një njeri i cili flet fësha, qartë flet, është eloquent, flet, më thonë shumë pasur flet. Yaqulu la ilaha illa Allah, thot la ilaha illa Allah. Të tregon, kjo është një mrekulli vëllazër. Kjo është një paralajmërim se është duke ardhur si pejgamber Muhamedi alayhis salam, që pastaj njerëzit ta pranojnë Islamin dhe kjo ju ka drejtuar Omerit edhe të gjithë Mekasit e kanë dëgjuar këtë zonë. Edhe njerë, ja dherih, o ti keqbërës, domethënë i trimëruar që bëu shtrim, emrun najih, do të ndodhe, apo ja ku është suksesi, këtu është fitoria, këtu është shpëtimi. Rajulun fasih, një njeri i cili flet fësha, shumë qartë flet. E kanë dëgjuar Omerit, dhe kjo është një prej shkaqeve që e ka pranuar Islamin. Rajulun fasih, yaqulu la ilaha illa Allah, i cili thot la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar tjetër pos Allahut me merit. Thot Omeri, nuk shkojnë asë një muj, thot, filloj Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem të thras fjale la ilaha illa Allah. Filloj Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem të thire në fjale la ilaha illa Allah. Kjo është argument, në më thonë se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem është paralemnim se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem është duke ardhur. Vëzër, sigur që thamë, Omer radiallahu anhu ishte i ashpër. Bismillah. Dhe i rehte, i torturante Osman, ishin i letë Kurejsh dhe bisedonin qa me bo me Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, s'pa në le rahat. Edhe njëri për tyre tha, duhet të mbysim Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, të vrasim Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Atër, tha, kush ka me bo këtë vepër? Omer tha, unë ta kam me bo. Atër i thanë, Omer, ti e trim, ti e i fort, i guzimshëm, i fuqishëm, ti mund ta bësh këtë. Omer radiallahu anhu e mur shpatën, e spreju shpatën mirë, e u drejtu, i transmitim, më thënë, që transmitim djetarë, thënë ehlusier, ata të cilët kanë shkruajtur historinë, e merr shpatën, e sprehtë, edhe nisët drejt Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem dhe rrugës e takojnë Nuaim ibn Abdullah, që kishte pranuar Islamin, po të gjithë e fshehnin Islamin, kishin frikë se nëse birshin vesh se dikush e pranon Islamin, me njerë e torturoshin, e nxeshin ndidhë, e rrefshin, e maltretoshin. E ki Nuaimi e takon Omer, thot, ku je nisë Omer me këtë shpatë? Thot, jam nisë që ta mbyti atë që na bën përçarje. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qëllimin. Thot, o Omer, a nuk e di, thot, se familja e Muhammedit alaihi salam s'ka me të lënë rahat derisa ka me të mitë, thot, Benu Menaf, familja Benu Menaf e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka me të mitë, thot, ti, thot, e pas ke pranuar Islamin e pa shefa, thot, ka me fillu me ty, thot, mas pare me të vra. Thot, kur e shef Nuaimi se Omeri insiston me shku të pejgamberit alaihi salam, thot, o Omer, a e di, thot, se motra jote bashkë me dhëndrin tënd e ka pranuar Islamin. Motra jote me dhëndrin tënd e ka pranuar Islamin. Kush ishte dhëndri? Motra ishte Fatimja e Omerit, dhëndri ishte Said ibn Zeid, një prej 10-ve të cilit ishte i përgëzuar me xhennet. Radiallahu anhu. Kurse Hababi ibn al-Arat ja mësonte Kur'anin. E këtu ka një dobi vëllezër. Se cili prej sahabëve që e mësonte Kur'anin, e mësonte mirë, pastaj u mësonte të tjerëve. Edhe ne vëllezër
duhet që t'ja mësojmë të tjerëve Kur'anin, nëse Allah ne ka mësuar me mësu Kur'anin, me mësu tajvidin, t'u mësojmë tjerëve e duke ja mësu Kur'anin, dhe zot edhe ja mësojmë edhe Islamin, edhe udhëzohet në rrugën e Allahut. Kështu ka qenë tradita e sahabëve, këtë sahabët e kanë bërë këtë. Edhe në fillim të udhëzimit vëllezërit kështu ishin, kush e mësoi Kur'anin, me njëherë i mirë ditëre veta edhe mësoi Kur'an, edhe u mësoshin edhe Islamin. E Habab ibn Areti ja ka mësuar Kur'anin, dhe pejgamberi ka thonë khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri prej jush është ai që mëson Kur'anin edhe u mëson të tjerëve. Dhe shkon te motrajot të atmosfare. Omer radiallahu anhu rrugës, i mshon derës kur atë e një zonën Omer thot Omer edhe Hababi fshehet mas derës, fshehet në një vend dhe kur e shef Zeid ibn Zeidin bashkë me Fatim thot çka keni thot ato flexa të dorë çka keni? Edhe Said ibn Zeid thot Omer a keni pranuar Islamin? Thot Omer thot po edhe nëse pranojmë thot çka ka të keqe? Omer i dhrohet e ka për mekre edhe godet edhe ishte më i fortë, nisëm u përlesh, është më i fortë se ai, edhe zon për tokë dhe hip mi gjoks, aty edhe fillon të godos, vjen Fatimia më travet, edhe do ta largon. Omer radiallahu e godet më thon fytyr edhe për xhap, edhe fillon të qan, thot Fatimia, o armiki i Allahut, apo na godet, apo na rrejf, thot, vetëm se thona Rabbi Allah. Vetëm se themi Zoti jonë është Allahu. O armiku i Allahut, thot, pse na mshon, thot, ne simi të bëhet diçka të keqe. Thot, e ke pranuar Islamin? Thot, ndash të pëlqeu, ndash nuk pëlqeu, thot, ne kena pranuar thot Islamin. Mirë po, kur i mshon, nis me kajt ajo. E Omer radiallahu anhu i zbutot zemra. Edhe shkon të ele burrin e vet, shkon të motraj, thot bemi thot ato flet, thot të lexoj, thot se unë thot jam i lezuar, unë di me lezu, thot ta lexoj shaka. Thot ti të smuresh me prek të fletat se si i pasur. Thot shko thot pasro, Omer edhe pasrohet edhe vjen. Kur vjen edhe i merr fletat, Bismillahirrahmanirrahim. Mushrik Rahmanirrahim, më thon se kanë ditë këto emra. Kur e lexon Rahmanirrahim në emër të Allahut, i gjithë mëshirshmit, mëshirplotit, i bjen pi dorë fletat. Pastaj prapë i merr Omer radiallahu anhu edhe ati ishte duke mësuar surën Taha, të cilën e lexuam edhe në namaz, dhe dëgjoni surën Taha vetëm me vëmendje dhe mundoheni që ta përjetoni ashtu siç e ka përjetuar Omer radiallahu anhu për herën e parë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha janë dy shkronja vëllezër që arabët kur i kanë dëgjuar edhe Omeri kur i kanë dëgjuar ka thonë vetëm Allahu ja di kuptimin. Vetëm Allahu. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Sa kemi zbritur Kur'anin o pejgamber që me ta vështirësu, me të mundu. Por sa kemi zbritur Kur'anin me ta lehtësu. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Po, ki Kur'ani thot nuk është tjetër përveç se për kujtim, është mësim për ata që i ka frikë Allahut Azza wa Jall. Pra për atë të devotshëm është mësim, sa ai që nuk është i devotshëm nuk është mësim. Tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula. Thot është i zbritur, pra e ka zbritur ai i cili krijoi tokën edhe qiejt të lartë. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Thot mëshiruesi i cili u lartësua mbi arsh, u ngrit mbi arsh. Pastaj tha Omer, vallahi tha, a për këto ajete tha, kur e shitët tha e luftojnë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj filloi të lexoj derisa mbi ajeti Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Tha, me të vërtet, unë jam Allahu, nuk ka të adhuruar tjetër pos meje, pra vetëm mua më adhuroni dhe falni namazin që të më përkujtoni.
I lexoj ajetet deri te, domethënë ajeti 17 dhe Omeri radiallahu anhu tha edhe unë tha dëshmoj se vetëm Allahu është ai i cili meriton të adhurohet. Kur e tha këtë fjalë, Hababi ishte i fshehur edhe dul edhe tha Allahu Akbar. Po të përgëzoj Omer, po të jap miqde Omer radiallahu anhu si harish për ti. Thot e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke bu dua Allahumma a'izz al-islam bi ahad al-umrayn. O Allah, bëne krenar islamin, mund ndihmoja islamin, mbështete islamin me njërin prej 2 Omerave. Tha është përgëzim, doja e pejgamberit pas ka qenë për ty. Ka thonë për njërin që të cilën e do më së shumti, e ti që ka ai që Allahu po të ka më së shumti. Dhe Omeri radiallahu anhu tha më të regoni ku është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Unë dis me lijet që ta vraj ta mbite pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shtash më shku me një jetë tjetër. Tani po niset Omeri radiallahu anhu me një jetë tjetër. Shkon që ta deklaroj islamin. Edhe të shtëpia Erkam ibn Erkam ishin sahabët të mbledhur. 3 ditë para Omerit e kishte pranuar Hamza radiallahu anhu islamin. Asadullah, luani Allahu, sejdu shuhada, zotria i shahidave. Kur im trokiti Omerin në derën e Erkam ibn Erkamit, sahabët u friksun. Than Omeri është ardhen, ka armën e shpat në dorë. Hamza radiallahu anhu tha, nëse ka ardhë që ta pranon islamin, është i mirë se ardhët. Në të vjere, hajde bërëm. Ama po nëse ka ardhë për të shka tjetër, thot, me shpatën e vetë kina me mbitë. Edhe Omeri radiallahu anhu hin, edhe Hamza me një e kap dorën, bashkë me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e përtredhin dorën edhe e çojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur e dërgojnë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alaihi wasallam të lëshon. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam transmeton thot e kapta për tesha edhe i thot o Omer, thot dënimi Allah thot është afru, edhe ti ende thot nuk po don me u largu thot nga feja e të parëve tuaj. Thot ktheju thot dinit, as ka koha thot me u kthej në islam. Omer radiallahu anhu thot o i dërguari i Allahut, unë thot i besova Allahut, i besova librit të Allahut, edhe i besova pejgamberit të Allahut, edhe thot shahadetin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gëzohet shumë, edhe bën tekbire. I pari fillon tekbiret Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Pastaj sahabët bën tekbire, Allahu akbar. Thot e tërë Mekja ka ushtu prej tekbireve, aq shumë që ka mëzuar sahabët radiallahu anhu kër e ka pranue Omeri radiallahu anhu islam. Është një transmitim tjetër që të regohet se si ka pranue Omeri radiallahu anhu islamin shkurt. Pra Omeri radiallahu anhu është kjo bilëm është edhe maj saktë njësa djetar, shkon e përthet ke Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe hinë e qabe, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke e falen namazin mes gurit të zi edhe në mes ruknit e Emanit. Omeri ka hinë të perdja e qabës, mrapa, pejgamberi se shet dhe e dëgjon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke lexuar Kur'an, edhe ka lexuar al-haqa mal-haqa, derisa kur mbrin te ajetet, thot mendova, thash ki është shair, është poet. Aja lexoi ajetin wama huwa bi-shair, wama huwa bi-qawli shair. Nuk është fjalë e poetit. Qalile ma tu'minun, shumë pak po besoni. Tha, mos është falltor, magjistar. Erdha ajeti mbrapa, wama huwa bikahin, qalile ma tadhakkarun, nuk është ki falltor, fallxor. Pak po mirë mësim. Edhe thot pasi që shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i shkova mbrapa dhe e pranova thot Islamin. Kam bërë vetëm edhe insistimi i tij, edhe këtë për thamë edhe për mbarëm inshallah. Se pak e zgatëm, insistimi i Omerit radiallahu anhu me thonë hakim, haptas me përhap islamin, edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që pranon islamin, i tha, o i dërguari i Allahut, a nuk jemi duke e pasuar të vërtetën, qofshim të gjallë
qofshim të vdekur. Edhe nëse na bisin, a jeni të vërtet? Shkojmë në xhenet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsu Muhammedin biyadi." Pashaat në dorën e Zotit të shpirti Muhamedit. Wallahi thot ne do të jemi duke përsëri thot jemi të vërtetën apo. Qofshim të gjallë, qofshim të vdekur. Omer radiallahu anhu tha, pasha atë që të ka shpall si pejgamber, që të ka pru si pejgamber thot, pse thot ne atëherë thot, pasi jemi të vërtetën, pse thot ne fshihemi, pse më shefna ne thot, pse nuk e shpallim islamin haptazi? Pejgamberi alayhis salam thot, atëherë thot mendim jo të është i vërtetë Omer thot. Atëherë thot kena me dal për me shpall islamin haptazi. Dhe thot Omer radiallahu anhu, unë isha thot i 40, 39 ishi para meje që nga për islamin, unë isha i 40. Thot 20 u dom di grupe. Thot të grupi i parë, të dy tabore, të tabori i parë thot isha unë pris, Omeri, në taborin e dytë isha Hamza pris, edhe shkum u drejtuam për në Mekë dhe shkum mushrik të Mekës, Allahu ja shtini frikën, edhe ato vetëm u largoshin, edhe ishin në përshpejtë tjere, në shkum Qabe, e para herë ishte që e bom të avafim në Qabe dhe që falim namaz në Qabe, se s'na lishin mu falë në Qabe. Kur hini Omer radiallahu anhu Islami u bo khelan, thot Omer radiallahu anhu, nahnu qawm, ne jemi një popull, e azzed Allah bil Islam, në ka ngritë Allahu me Islam, fa men ibtagha al-izzata fi kal Islam, adhallahu Allah, kush dëshiron të ngrihet me diçka jashtë Islamit, Allahu ka me nënshmu. Vetëm me Islam vëllezër mund të jemi krenar. Vetëm me Islam mos u turpro, se Allahu të ka bu musliman, je krenar, mos u bon inferior, po bohu ai i cili e tregon Islamin, bohu krenar me Islamin tënd. Fol për Islamin, thirrni njerëzit në Islam, sepse kështu vetëm kështu ka më ngritë Allahu në këtë botë dhe në ahiret. Pra vazhdojmë inshallah në dersin e ardhshëm se si pasaj u ka përlesh me mushrikët e Mekës në Qabe Omer radiallahu anhu wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.